tema jonë, siç po e shihni në ekran, është një temë shumë e rëndësishme, që të gjithëve na intereson. Bëhet fjala për shkatrimtarët, shpëtimtarët, shpagueset dhe lartësueset. Pra 4 gjëra që secila është më e rëndësishme se tjetra. Po çka është qëllimi me këtë titull, kështu? Prej nga është marrë këtë titull? Ky titull është marrë prej një hadithi profetik, në të cilin Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë: 3 gjëra janë shkatruese, 3 janë shpëtimtare, 3 janë shpagimtare dhe 3 janë lartësuese. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor njëra prej metodave të mësimdhënies, të edukimit që ka përdor është mi nda gjërat në numra, që me i mbajt men, sepse nëse s'të kujtohet, thu kanë qenë 3 derisa përpjekesh edhe 3 kujtohet ajo. Pra 3 gjëra janë që të shkatrojnë, 3 janë që të shpëtojnë, 3 janë që të shpagujnë mëkatet dhe 3 janë që të lartësojnë shkalla. Tash besoj që çdo njeri prej jush ja ka zgjukja kurreshtin se çka janë këto gjëra. Çka janë këto gjëra, të cilat me vërtet çdo njeriu të interesojnë. Fillimisht shkatrimtarët. E para është kopratësia që i nënshtrohesh. E dyta është epshi që pasohet dhe e treta pëlqimi i vetës. Këto 3 janë shkatrimtarët. Shpëtimtarët janë drejtësia, kur njeriu është i hidhur dhe kur është i kënaqur, të jesh ekonomik në varfëri dhe pasuri, ti friksohesh Allahut në fshehtësi dhe në publik. Pastaj shkojmë te shpagimtarët. E para është pritja e namazit deri në namazin tjetër, marrja e abdestit ashtu siç duhet edhe kur është shumë ftohtë dhe esja me këmbë në namazet me xhamat. Dhe në fund 3 gjërat që të lartësojnë, të ngristin shkallët, ushqimi i nevojtarit, përhapja e selamit dhe namazi natën kur njerëzit flajnë. Por ky është ai hadithi profetik që i ndan gjërat në 3 pjesë, 3 shpëtimtare, 3 shkatrimtare, 3 shpaguese dhe 3 lartësuese. Pa humbur kohë, fillojmë fillimisht ashtu siç ka ardhur në transmetim, çka janë ato që të shkatrojnë. Se shumë më rëndësi, vëllezër të nderuar, është pikë pari me kuptu helmin para se me kuptu ilaçin. Kjo është një rregull fetare. Profeti alayhi salatu wasalam na mëson që kur t'ju urdhroj diçka, zbatani sot keni mundësi. Mirë, po kur t'ju ndaloj diçka, largoni asaj. Do ndalesat janë më me rëndësi se urdhresat. Prandaj edhe Allahu i Madhëshëm gjithmonë ja fillon urdhrat e tij, thotë: "Ja ayyuhalladhina amanu taqullah." O besimtar, keni frikë Allahun, do në hiruni o harame, pastaj jep urdhër. Do në Allahu mas pari, si me thonë, të mësën, të edukon që largojmë fillimisht ndalesa, pastaj t'jep urdhresa. Sa është rregull juridike që thotë largimi i dëmeve është më parsor se sjellja e dobive. Prandaj t'ja fillojmë fillimisht çka janë ato gjëra që e shkatrojnë njeriu. E para që e përmendi profeti alayhi salatu wasalam është kopratësia që i nënshtrohet njeriu. Në një rast, një person prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur prej një fisit saktuar dhe ka përmend që prisi i atij fisi është kopras, nuk ka ndaj smundje tjetër, ndaj problem tjetër, veç është kopras. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij, ka thonë: "Ayu dawain adwa min al-bukhl." Cila smundje është më e keqe se koprasia. Prandaj smundja më e keqe, edhe fillimi i shkatrimit të njeriu është që të jetë kopras. E koprasi gjithmonë është frikacak. Neve feja na mëson që t'jemi guximtar, t'jemi bujar. Edhe kjo është ajo që kanë ngrit musliman gjatë historisë, që kanë qenë bujar, kanë qenë dashlir. Edhe bujaria përfshin shumë aspekte. Edhe aspektin shpirtëror, po edhe aspektin material, por edhe aspektin fizik. Bujaria është edhe ti me ndihmu dikujt që ka nevojë me bardh gjëra, me udhëzu një dverber, faktikisht me urdhëruar të mira me ndalu nga të këqijat, me dhënë sadak lëmosh është bujari, e gjëra të kësaj natyre.
Andaj fillimi i shkatrimit ja fillon te kooperacia që i nënshtrohet njeriu. Pra këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë shohun muta, do një kooperaci që ti i bindesh asaj. Që i bie që e kundërta e kësaj është kooperacia të cilën ti e kundërshton, e lufton. Çka është ajo që kërkohet? Se Allahu i Madhëshëm thon në Kur'an, "Wa uhdiratil anfusu shuh." Do shpirtave ju ka prezantu kooperacia. E ty patjetër ka me tu prezantu në shpirt kooperacia, po çka kërkohet prej teje? Mos më bind asaj. Se kooperacia t'jep urdhra, mos jep, mos bë mirë, mos e vepro ato, çka dush me bëti të kundërshtoj, dëgjuam dhe kundërshtuam. Kështu do të më thon kooperacisë. Po jo mutaj, jo më bind, po me refuzu edhe me kundërshtu. Pastaj e dyta është prej shkatrimtare epshi që pasohet. Pra është interesant, porën tha kooperacia që bindet, kurse këtu po thot epshi që pasohet. Sikur epshi është një rrugë që ndjeket. Sepse ti duke fillu me ndjek qefe të vogla, gradualisht ajo të bëhet shprehia. E shprehia është një farë lloj rrugë, një farë lloj sistemi që të bëhet. Prandaj prej gjërat që e shkatrojnë njeriu është ndjekja e epshit. E epshi çka është? Është dëshira e shfrenuar që nuk kontrollohet nga feja dhe logjika. Çka është qëllimi me epshin? Çdo njeri ka epsh. Allah nuk e ka kriju epshin rastësisht. E ka kriju për arsye të mëdha. Epshi ngjason një zjarri. Nëse ti ati zjarri i vendos kufi, ai përfiton prej tij. Mirë, po nëse ai heq kufit, ai do ta djeg gjithë malin. Prandaj ai epsh që kërkohet është ai që është i kontrolluar prej fesë dhe logjikës. Se në Kur'an logjika përmendet me shprehin akël. Do diçka që e lidh. Sikur logjika e lidh epshin nuk e lën faktikisht mu shfrenu me vepru që shdojnë vetë. Për që ata Allah na kanë nderu ma shumë se kafsh nuk kanë kontrollim ndaj epshit, kurse njerëzit duhet jenë të ngjasojnë me laçe, pra ta kontrollojnë epshin e tyre. Edhe kështu mund më bëjë më të mirë se me laçe, sepse ato s'kan epsh, kanë vetëm logjik. Pasojat e epshe. Epshi e verbon njeriu nga e vërteta. Subhanallah. Kjo është prej pasojave më të rënda të epshit që njeriu e verbon. Për që ata Allah i Madhëshëm kur e këshillon Davudin alayhis salam, i thot wala tattabil hawa, mos ndjek epshin, se ai të devion prej rrugës të Allahut. Innal ladhina yadhilluna min an sabilillah lahum adhabun alim. Ata të cilët i devijojnë tjerë prej rrugës të Allahut kanë dënim të dhëmshëm për shkak që kanë harruar ditën e llogarisë. Por në farforme i laçi i kontrollimit të epshit është mos me harru ditën e llogarisë. Nëse ti e ndjek epshin, dush me kujtuar se kimo llogarit në ditë. E çka kujtesa e llogarisë, kjo të shpëton. Për këtë arsye Allah i Madhëshëm në surën El-Qiyamah çfarë thot? La uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama. Betohem në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, dhe betohem në shpirtin që e qorton veten. Allah nuk betohet vetëm në gjëra që ka vlerë. Pra ka vlerë tek Allah që ai shpirt që e qorton veten. Po e ndërlidh me ditën e kiametit. Pra ti dush me pas një shpirt që e qorton veten, jo që ja bën vetes rrafsh, në mënyrë që në ditën e kiametit të shpëtojsh. Gjëra e tretë që e shkatron njeriu është pëlqimi i vetes. Subhanallahu, çfarë smundje e rëndë është kjo? Çfarë smundje e rëndë është kjo? Allahu na ruaj të gjithëve prej saj. Subhanallahu. Kjo mjafton vetvetiu që me shkatron njeriu. El-ujb është kur njeriu mbetet i kënaqur dhe krenar me veten, duke harruar se çdo dhunti vjen nga Allah dhe duke i verbru veten ndaj të meta atij. Pra njerëzit harrojnë, pse ju hin njerëzve vetja në qef? Sepse ja shikojnë vetëm të mirat vetes, edhe mendojnë që ato të mira vet prej vetes i ka, kurse ato të mira janë dhunti prej Allahut. Kjo është në ngjashme nëse e krahasojmë Sulejmanin me Karunin. Sulejmani ka qenë shumë më i pasur se Karuni. Ka pasur pushtet njerëz, e gjend,
madje edhe kosht e shpend. Po, faktisht, është bo i vetë pëlqym. A i ka hi vetë janë qef Sulejmani a.s. Jo, ka thonë, kjo është prej mërësisë Zotit tim, që me më sprovu apo falendraj apo maj. Kurse Karuni ka pas shumë ma pak pasuri, se Sulejmani i ka pas dhe qelësat arit, normal edhe aja është pasunia madhe, po jo në krazi me Sulejmani kur gjas ka qenë. A i ka thonë, këtë të mira i ka mëne prej dijes të. Kjo shumë rrezik. Kjo të shkatran veprat. Ka thonë, unë me dijen të me këmë fitu këtë pasuni. Këmë fitu se unë e di që shme e stregu, se unë e di që shme ndërtu, di që shme ba biznes, di që për që ha këmë fitu. Kjo është vetë pëlqimi. Dhe që ka shkatru Allah Karunin, sa da sa i dite a i shafitet në përtu. Se ka qeni poshtër edhe shkan të poshtë, dhe në ditë kja mbi. Pra ndaj, vetë pëlqimi ka shumë për më folë për ta. Që e shkatra njeri unë të partë tu në ka thonë, ati cilët i hinë vetë janë qef, nuk i ngritët asë një vepër në qilë. Madje disa kanë thonë, vetë pëlqimi është shenë që njeri e ka mendjen e doptë. Se vetëm njeri që i ka logjikën e lëdhtë, i hinë vetë janë qef. Pra ndaj, edhe kjo është njëra prej gjërave që e shkatrujnë njeri unë. Pasi që i mësuam gjërat që na shkatrujnë, të shkojmë tash çka janë gjërat që na shpëtojnë, si ta arrijmë ne shpëtimin tonë. Të parën që e përmendi profeti alayhis salatu wassalam është drejtësia kur ti je i hidhruar edhe kur ti je i kënaqur. Pra mbajtja e drejtësisë është shpëtimtari i parë. Drejtësia nuk qyret a i ki gjendin emocionale të mirë, a i ki të frustrume, a i kënaqur, a i zemruar. Nuk do të mi këqyrë këtë gjëra. Drejtësia është mbi të gjitha. Edhe nësë është që shna mësën Allah në Kur'an, edhe nësë është kundër vetës tënde, apo kundër prindve tu, apo kundër farefisit, nësë është i pasur apo i varfër, Allah është ma parsur se ata. Prandaj, duhet me mbaj drejtësinë. Kjo është e kundërta e pasimit të epshit, që është e prej shkatrimtarëve. Prandaj, me mbaj drejtësinë, kur je i hidhruar në veçanti, se njeriu kur të hidhrohet, fol fjalë cilat nuk e mon vetën kontroll. E ai që e mon vetën kontroll gjatë hidhrimit, dhe fol me drejtësi, lumjaj. Ose fol me drejtësi, nuk është kushtin në atë moment me ka në hidhrum. Mirë po, kur përmendet ndonjë person, ose ndonjë grup, që ti nuk e dën ata, ose e urrejnë ata, ose i hidhrum me ata, me fol me drejtësi ndaj tyre. Pa e marrë parasysh a është besimtar apo jo besimtar. Edhe nëse është jo besimtar, madje edhe nëse është për atyre që na luftojnë, që na ka përmendur Allahu në Kur'an. Mos t'ju nxitu urrejtja ndaj një populli që t'jeni të padrejtë. Prandaj drejtësia, edhe nëse i dhëron. Po edhe nëse i kënaqur, se edhe kënaqësia mund të shpihen në padrejtësi, sepse duke qenë i kënaqur ndaj ndonjë personi apo individi apo kushdo që mundet me të nxit kjo që ti mos më apo të meta, edhe më apo rrafsh. Kur është ky person, nuk ja shikon këqijat. Kur është ai tjetri, ja shikon imsinën më të vogël. Kjo është padrejtësi. Prandaj duhet i përmbahemi drejtësisë, pa e marrë parasysh ndaj kujt është. Shpëtimtari i dytë është ekonomia në çdo situatë, pra me qenë mesatar në varfëri dhe në pasuri. Mesatarja në varfëri dallon prej mesatarës në pasuri. Varësisht prej kapitalit që njeriu e posedon. Gjithmonë e gjen mesin. Gjithmonë e gjen mesin e shpenzimeve. Është i varfër, i ka vetëm 100 euro në tarna, mundohet me 50 euro me mshel. Don 50 euro është midis 100 e plus 200 mi harxhu me hin borx, edhe midis 5 euro dhe 10 euro në muaj mi harxhu, për shembull. Kjo për të varfër. Kemi edhe kësi njerëz. Ose e kundërta është i pasur, ka pasuri të madhe. Ta marrëm shembull, i ka 100.000 euro. Jashta çdo shpenzimi. Mesatarja për ta është dallon prej mesatarës varfër. Domthon as mos me blej gjëra super luksoze, pas super të thjeshta. Po një farë mesi. Që kjo mesatarja është prej shkaqe që shpëton njeriu. Sepse nëse njeriu shkon faktikisht mas teprimit ose kooperacisë,
bjen të aja që përmendu ma herë prej shkatrimtarëve, është që njeriu t'i bindet kooperacisë. Dhe në anën tjetër, nëse shpenzon shumë, Allah i madhërisht shumë ata që shpenzojnë shumë i ka quajtur vllaznit shejtanit. Prandaj shpenzimi i tepërt, nëse shpenzon tepër shka për derë, je vllai i shejtanit. Nëse pak je kooperac, mesi është ai që kërkon. Dhe shpëtimtari i tretë është frika nga Allahu në fshehtësi dhe në publik. Pra fillimisht që ka kërkohet është frika prej Allahut kur je në fshehtësi. Kur nuk sheh askush. Kjo të shpëton ty. Sidomos në kohën tonë që na u kanë lehtësu si e mira si e keqja. E kemi shumë afër, është bërë bota sikur me qenë një fshat i vetëm. Janë afruar edhe të mirat e të këqijat. Je sikur me një supermarket që ki gjëra halal dhe haram. Mund të zgjedhësh shumë me lehtësi çfarë të duash. Ajo që kërkohet është frika ndaj Allahut në vetmi. Pastaj edhe në publik. Pra mos me dallu gjendja jote midis publikut dhe vetmisë. I lumja i se ne arrin këta, se kjo është me vërtet prej shpëtimtarëve kryesore në këtë botë dhe në tjetrën. Pastaj shkojmë te 3 shpagueset. Pra shpagueset është për qëllim shpagueset e mëkate. Se sikur mëkatet të dëmtojnë ty. Ti për shembull në këtë botë pse bën shpagim? Nëse ta marrim shembull fëmia jot ja shkatron një gjë të vlefshme ndonjë njeriu, ndonjë vazo me vlerë ose ku e diun çka, ti dush me shpagu atë dëmtim që ka bë. Kurse këtu është qëllimi shpagimi i dëmit që ta bën mëkatin në shpirt. Çka janë ato gjërat nëse gabon, se njerëzit me të gjithë gabojmë, si të shpagojmë mëkatet tona, si të pastrohemi. E para është pritja namazit pas namazit. Kohët e mëhershme është zbatu kja më shumë. Subhanallah, prej kohës kur dolën, si me thonë, telefonat, inteligente këta, shumë është rallu qëndrimi prej namazit deri në namaz në xhami. Këtë lloj vepre profeti alayhis salatu wasallam ka quajtur si ribat. Pra sikur me qëndru në kufim dhe me mbrojt shtetin prej armikut. Që kjo është prej vepra më të mira. Me qëndru të në kufi, subhanallah, çfarë ka vlerë të madhe tek Allah me qëndru me mbrojt kufirin prej armikut sa që s'mund ta imagjinoni. Në i vazhdon shpërblimi deri në kiamet atij personi. Se njëjtën vlerë ka nëse qëndron pe namazit deri në namaz. Kjo se vendet më të mira që ekzistojnë në botë janë xhamiat. Edhe xhamia është shtëpia e çdo të devotshëm. Prandaj me li zemrën me xhami, me qëndru prej namazit deri në namaz, është një sunet që është duke vdekur, është duke u bojkotuar me të madhe. Prandaj kjo është njëra prej shpaguesave të mëkate. Pse? Se xhamia e ka të freskinë. Mëkatet e shkaktojnë nxehtësinë. Sikur xhamia të freskon duke kujtuar Allahun, duke fal namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë lutje, krejt këto gjëra sikur ta pastrojnë shpirtin prej nxehtësisë të mëkate. Pastaj gjëja tjetër që të pastrojnë prej mëkate është me marr abdes siç duhet, edhe gjatë vështirësive. Madje në transmetim ka ardhur edhe kur është shumë ftohtë. Subhanallah, sa aktuale është kjo gjendje. Është pikërisht në kohën e dimrit të ftohtit që po i afrohemi, kjo zbatohet më shumëti. Është ujë të ftohtë, ki vështirësi. Nuk të lehtësohet gjithmonë ujë të nxehtë. Me marr abdes kur është ftohtë. Edhe me marr ashtu siç duhet, jo shkele shko. Kjo është shkaqe më të mëdha të pastrimit, sepse marrja e abdestit, çdo pikë ujë që të bën prej abdestit, ta shlyn ndaj gjunati. E çka është puna kur është në vështirësi? E çka është puna kur është ftohtë? Pra është pastrim prej mëkate. Dhe e treta prej shpaguese është ecja me këmbë në namazet me xhamat. Pra mi shpeshtu hapat në drejtim xhamis. Se ti çdo hap që e bën drejtim xhamis, ty të ngritet një shkallë, të shlyhet një mëkat dhe të shtohet një vepër e mirë. Imagjinoj me një hap 3 vlera po jarrin. Edhe po të shlyhet një gjuna, edhe po të shtohet një vepër e mirë, po edhe po ngritesh me një shkallë.
Pra le të shpeshtojmë hapa tonë në xhami. Është më vërtet, nëse këtë e zbatojmë, edhe ruajmë mirëqenien tonë shpirtërore, pastrohemi prej gjunave, po edhe mirëqenien fizike, se njerëzit po vuajnë këtë kohë prej smundjeve të shumta. E burimi i smundjeve, siç kanë thënë dietarët, është tuhme. Ushqimi mbi ushqim, pa e lëviz, pa e tret, ushqimin e parë me hangër ushqimin e dytë. Edhe kjo përveç që të përfiton shpirtërisht, përfiton edhe fizikisht. Ose dobia kryesore është ajo shpirtërore, që mu pastru prej mëkateve. Dhe në fund shkojmë te 3 lartësueset, i mësum çka janë shkatërrimtare, çka janë shpëtimtare, çka janë shpaguese dhe çka janë në fund çka po na intereson qysh me u ngrit na sa më anal në xhenet. Nëse çto 9 të parat, 9 parimet e para i zbatojmë, ne e fitojmë xhenetin, se Allah ka premtuar. Po tash po na intereson qysh me u ngrit më anal në xhenet. Jo vetëm me hi atë me u kënaq me pak, se ne në këtë dunja s'kënaqemi me pak. Shikojmë sa më luks. E pse mu kënaq në botën tjetër kur je përgjithmonë me pak? Sa më lart me kon. Çka janë gjërat që të ngritin sa më lart në xhenet? E para është ushqimi i nevojtarit. Pra përhapja e ushqimit. Me ushqy njerëzit që kanë nevojë. Me ushqy njerëzit që kanë probleme edhe për gjëra ushqimore. Dhe ekzistojnë këta njerëz, se ata që janë të varfër, nëse o hek barrën e ushqimit, pastaj ai social që e merr apo çka do të thotë, pastaj mund ta shpenzoj në gjëra mjekësore apo ku e di, mja largu gajlen e ushqimit është prej vepra më të mira. Kur është pyet profeti alayhis salam, cila është Islami më i mirë, ka thënë që të japësh ushqim. Dhe që të japësh selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. E kjo e dyta është pikërisht ajo që vjen e radhës prej lartësueseve. Pra me përhap selamin. Edhe jo vetëm atyre që i njeh, po edhe atyre që nuk i njeh. Se është prej shenjave të kiametit që njerëzit i japin selam vetëm atyre që i njohin. Kurse përhapja e selamit është prej vepra më të mira. Pse? Se kur ta shikojsh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk do të hini në xhenet pa besu. Dhe nuk do të besoni derisa ta duani njëri tjetrin. Thotë ju tregoj diçka që nëse e veprani do ta duani njëri tjetrin, thotë përhapni selamin ndaj jush. Përhapni selamin midis jush. Pra shikoni, selami njëri me tjetrin po shkakton vllazërimin tonë, dashurinë ndërsjell. Dashuria ndërsjell po shkakton besimin. Besimi me pranore saj në xhenet. Prandaj nëse don xhenetin, fora e xhenetit është pikëspari me përhap selam. Është një vepër madhështore. Edhe është një vepër që s'ka, unë kam sfidu njerëz. E kam bërë një këshill të shkurt para s'di sa vjetëve, ku i kam sfidu njerëz. Madje edhe ata që nuk besojnë, që të sjellin ndonjë përshëndetje më të mirë se përshëndetja e Islamit. Askush s'ka qenë në gjendje me sjellë, s'kan me kanë në gjendje asnjëherë. Se selam aleikum do thotë shpëtimi qoftë mbi ju. Pra Allah të ruaj prej atë këqijave. Nëse e shton pastaj wa rahmetullah, Allah t'i dhon shtonat mirat. Wa barakatu, ti shumë fishoft mirat. Aleikum selam rahmetullah barakat. Pra, nëse e jep ti selamin e plot, çka i bën? Allah të ruaj prej të këqijave, ti dhon shtonat mirat edhe ti shumë fishoft mirat. A ka mundësi me pas përshëndetje më të mirë? Absolutisht. Edhe kur s'kan me kanë gjendje, edhe tash i sfidoj, me sjell ndonjë përshëndetje më të mirë se kjo nuk kanë me qenë gjendje kur që të sjellin. Prandaj përhapja e selamit është prej vepra shumë të rëndësishme. Dhe krejt në fund prej lartësueseve është që të falemi natën kur njerëzit flajnë. Edhe këtë këshill e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur fillimisht ka bëu hijrat në Medinë. Ju ka thonë e juhan nas, o ju njerëz, përhapni ushqim, siç e përmend më herët. Bëni lihet farefisnore dhe falnu natën kur njerëzit flajnë. Çfarë nderi është që ti
me fol me Allahun pjesën e tretë natës kur Allah zbret këtë qiellin e dunjas, ndërsa tjerë flajnë. A nuk kanë derë më të madh, me kanë ti prej atyre dallume, prej asaj pakicës që ti bisedon me Allahun subhanahu wa taala. Gjatë recitimit surës El-Fatiha. Pastaj në sejdë, më së afërt ti me Allahun je kur je në sejdë. Edhe plus po afrohet ajo afërsia Allahut që zbren qiellin e dunjas, po bëhen dy afërsi, edhe në sejdë, edhe Allahu po zbren qiellin e dunjas, ku ka begati më të madhe. Me keqarje namazin natës është një, edhe kjo është një sunet i bojkotuar, që pak njerëz e bojnë. Edhe kjo t'i lartëson shkallët në xhenet në mënyrë drastike. Madje është prej shkaqeve që ta fitojsh Firdausin. Prandaj këtu ishin 3 shpëtimtare, 3 shkatrimtare dhe 3 shpagueset dhe në fund të lartësueset. Lutem Allahun e Madhëshëm që të gjithëve na mundson që të realizojmë këtu, të mësojmë përmendsh dhe të veprojmë me to. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.